Për më shumë se 2 vjet, Jared Kushner është përpjekur të ndërtojë një kompleks skullash me markën Trump në një vend në qendër të Beogradit, dikur të bombarduar nga NATO, por planet e tij janë përballur me shumë rezistencë lokale, përfshirë edhe protesta popullore. Lëvizjet e qeverisë së presidentit serb Aleksandar Vučić për çuar përpara projektin kanë shkaktuar reagime të forta nga ligjvënës të opozitës. Mijëra protestues kanë dalë në rrugë, ndërsa studentët dhe aktivistët janë zotuar se do të pushtojnë pronën kur të hyjnë buldozerët. Kjo përplasje vjen në një kohë kur marrëveshjet financiare të Kushner janë përmirësuar, ndërsa ai njëkohësisht është rikthyer në jetën publike. Dhëndri i presidentit Trump fillimisht tha se nuk do të kthehej në shërbimin qeveritar, por tani ai po merr përsipër një përgjegjësi të madhe gjeopolitike, duke u ofruar vullnetarisht për të ndihmuar në udhëheqjen e negociatave të SBA për t'i dhënë fund luftës Rusi-Ukrainë pas një roli të ngjashëm në Gaza. Në të njëjtën kohë, ai drejton një firmë kapitali privat prej 4.8 miliard dollarësh që investon në nivel global dhe financohet kryesisht nga qeveritë e lindjes së mesme. Kjo firmë, Affinity Partners, është pjesë e një blerjeje rekord prej 55 miliard dollarësh të Electronic Arts. Përplasjet serbe nisën kur administrata e Vučić kërkoi të ishte nga mbrojtja e trashëgimisë kulturore ish kompleksin e ushtrisë, të cilin synon t'ia transferojë kompanisë së Kushner, por një prokuror special e futi procesin në ngërç, duke arrestuar një zyrtar qeveritar për dyshimin e falsifikimit të dokumenteve dhe duke nisur një hetim më të gjerë. Në përgjigje, partia në pushtet anashkaloi hetimin, duke miratuar 2 masa të shpejta në parlament, duke hequr statusin e mbrojtjes vendit dhe shumë ndërtesave të tjera të vjetra. Kundërshtarët e cilësuan këtë veprim si jo kushtetues dhe të korruptuar, duke thënë se qeveria e Vučić po përpiqet të fitojë favorin e SBA-s. Vendi ballkanik historikisht i afërt me Moskën, por me shumë lidhje me Europën perëndimore, ka shumë gjëra që dëshiron nga administrata Trump, të tilla si heqja e sanksioneve mbi rafinerinë e saj të vetme të naftës. Ju e quani investim, ne e quajmë tradhti të lartë, tha në parlament Marinika Tepić, një ligjvënëse kryesore e opozitës. Vučić thotë se marrëveshja e Kushner nuk ka të bëjë fare me politikën, por ka të bëjë me riparimin e një qendre të qytetit të shumtuar, që qeveria ishte përpjekur ta rindërtonte për vite me radhë. Një zëdhënës si Affinity tha se firma nuk kishte lidhje me falsifikimin e dyshuar dhe se po e shqyrtonte projektin. Një zëdhënëse e shtëpisë së Bardhë tha se presidenti Trump ka një antar të besuar të familjes dhe një këshilltar të talentuar, Jared Kushner, duke thënë se ai ka qenë bujar në dhënien e ekspertizës së tij të vlefshme kur i është kërkuar. Në SBA, zyrtarët e lartë të administratës zakonisht duhet të heqin dorë nga zotrimet private. Kjo ka për qëllim të shmang konfliktet e mundshme të interesit, aty ku interesat financiare mund të errësojnë vendimet e politikave, por kufizimet nuk vlen për Kushner, sepse ai është një këshilltar informal dhe i papaguar. Një deklaratë serbe se Kushner duhet ndërtojë një memorial kushtuar të gjitha viktimave të agresionit të NATO-s ka shkaktuar gjithashtu sulme, përfshirë ato nga Wesley Clark, komandanti ushtarak i NATO-s gjatë luftës në Ballkan dhe ligjvënës demokrat, shkruan Wall Street Journal. Një raport i Parlamentit Evropian e veçoi ndërtesën e shtabit të përgjithshëm, duke thënë se kishte shqetësim të madh për ndërhyrje në rritje politike në mbrojtjen e trashëgimisë në Serbi. Arkitektët dhe ruajtësit e monumenteve janë mbledhur gjithashtu kundër planit. Projekti që po fshin është një vepër shumë e rëndësishme arkitekturore, tha Ana Miljački, një profesoresh arkitekture me origjinë serbe në Institutin e Teknologjisë së Massachusetts. Do të ishte si të vendosje një hotel Trump në ndërtesën e IMP në Galerinë Kombëtare të Artit në Washington, shtoi ajo.